Në këtë video do të flasim pak për insuficiencën akute renale. Insuficienca akute renale është një rrëmje e funksionit renal me një rritje të kreatininës në serum. Ekziston një lloj definicioni konsensual në lidhje me kategorizimin apo me definimin e insuficiencës që emërtohet RIFLE apo RIFLE. R-ja qëndron për risk, për rrezik të insuficiencës. Kemi atëherë kur kemi rritje të kreatininës për 1.5 herë, kemi ulje të filtrimit glomerular për 25%, si dhe kemi një diurez për më pak se 0.5 ml për kilogram për orë për të paktën 6 orë. E dyta është IA apo injury, do thotë kur kemi dëmtim të veshkave, atëherë kur kemi rritje 2 fishe të kreatininës në serum, kemi ulje të filtrimit glomerular prej 50%, kemi diurez për më pak se 0.5 ml për kilogram për orë për të paktën 12 orë. F-ja pastaj qëndron për failure apo për dështim, kur kemi rritje 3 fishe të kreatininës në serum, kemi rrëmje të filtrimit glomerular për 75%, diurez më pak se 0.5 ml për kilogram për orë për të paktën 24 orë, apo kemi anuri për të paktën 12 orë. Dhe L-ja qëndron për loss, do të thotë për humbje të funksionit, kur kemi humbje totale të funksionit renal që kërkon dializë për të paktën 4 javë, ndërsa E-ja qëndron për end stage renal disease apo për sëmundjen renale në stadiet e saj të fundit, kur kemi do të thotë humbje të funksionit renal për të paktën 3 muaj dhe që kërkon pra dializë. Sa i përket insuficiencës akute renale, të cilës do t'i referohemi si AKI, që qëndron për acute kidney injury, AKI-ja mund të jetë oligurike, non-oligurike si dhe anurike. Dy gjetjet kryesore të AKI-s janë edema edhe fitimi apo shtimi në peshë që vije si pasojë e retencionit të ujit si dhe retencionit të natriumit. Gjetjet të tjera që vlen të përmenden janë azotemia, do të thotë rritja e nivelit të urezë dhe kreatininës në gjak. Urea përpos tek insuficienca akute renale mund të rritet edhe tek gjakderet gastrointestinale, ndërsa kreatinina mund të rritet edhe tek shkatrimi i muskujve. Sa i përket prognozës, rreth 80% të rasteve me AKI rikuperohen totalisht, mirë po kjo varet nga shkalla e dëmtimit si dhe nga mosha e pacientit. Rrjedhimisht pra secilën, domethënë sa më e rëndë të jetë shkalla e dëmtimit, si dhe sa më i vjetër të jetë pacienti, edhe prognoza është më e dobët. Sa i përket shkaktarëve të mortalitetit, rreth 75% do të fajsohen infeksionet si shkaktar të vdekjes nga komplikimet të insuficiencës akute renale. Ekzistojnë 3 forma kryesore të AKI-s apo të insuficiencës akute renale. E kemi insuficiencën prerenale, që është më e shpeshta me rreth 40 deri në 80% të rasteve. E dyta është insuficienca intrinzike apo renale, që hasët dikon 10 deri në 30% të rasteve, si dhe kemi insuficiencën postrenale që është më e rralla me rreth 5 deri në 15% të rasteve. Të flasim pak tash për secilën prej tyre. Insuficienca prerenale shkaktohet nga një ulje në qarkullimin arterial sistemik të gjakut apo një ulje në perfuzionin renal. Kjo mund të vijë si pasojë e shkaktarëve të ndryshëm, siç është për shembull hipovolemia, që haset në rastet e dehidrimit, përdorimit të tepërt të diuretikëve, djegjeve, diaresë, vjelljes, hemoragjisë, më pas tek rastet e hipotensionit, siç është për shembull rastet tek sepsa, tek dehidrimi, pastaj rastet e CHF apo congestive heart failure, pra dështimi kongestiv i zemrës. Tutje kemi si shkaktar cirozën e mëlçisë, mund të kemi obstruksionin e arterës renale, që përkundër do të shtypjes normale arteriale kemi hipoperfuzion të veshkës, si dhe kemi rastet kur kemi do të thotë veshë me hipoperfuzion dhe përdorimi i barnave siç janë NSAID që shkakton një vazokonstriksion të arterioles aferente, si dhe AC inhibitorë që shkaktojnë një vazodilatacion të arterioles eferente, po ashtu edhe ciklosporinat mund ta precipitojnë të gjitha këto situatën. Sa i përket insuficiencës prerenale, është një gjendje reversibile nëse do të thotë rikthehet qarkullimi me gjak. Ndryshe, nëse persiston, do të thotë kjo, mund të na çojë në iskemi që rezulton më pas me nekrozë akute tubulare. Kur jemi tek insuficienca prerenale, gjetjet e saj klinike që hasen aty janë shenja të deplecionit të volumit, siç është për shembull mukozat e thata,
turgori ullur, hipotensioni tahikardia, më pas e kemi oligurin, si do të tentativ për me e rujt volumin nga organizmi, që haset gjithmonë tek insuficienca prerenale. Më pas e kemi një rritje të raportit ure-kreatinin në plazëm, do të përmbi 20 mg për arsye se ureja mund të riabsorbohet prej veshkës. Tutje kemi një rritje të raportit urin-serum të kreatininës përmbi 20 mg për arsye se do të thotë kreatinina është niveli më i lartë të kreatininës haset në urin krahasuar me nivelin e saj në plazëm. Tutje kemi një rritje të osmolalitetit të urinës përmbi 500 mg/osmol për kilogram ujë, ndërsa kemi një ulje të natriumit në urinë, si dhe ulje të do të thotë ekskretimit fraksional të natriumit apo asaj që emërtohet FeNa. Flasim tash pak për insuficiencën renale apo intrinzike. Një dëmtim i indit domethënë renal çon në një ulje të dukshme të filtrimit glomerular si dhe të funksionit tubular të veshkës. Veshka pra me një fjalë nuk është në gjendje që ta koncentrojë mjaftueshëm urinën te ky lloj i insuficiencës. Sa i përket shkaktarëve të saj, kemi sëmundje tubulare fillimisht, që mund të vinë si pasojë e iskemisë, pra më së shpeshti siç është rasti tek nekroza akute tubulare, por mund të vinë edhe pasojë e nefrotoksinave. Kurrimi tek nefrotoksinat, po i përmendi shkurt disa prej tyre, i kemi antibiotikët siç janë për shembull aminoglikozidët, vancomicina, pastaj agentët e radiokontrastit. Tutje mund ta kemi mioglobinurin në rastet e rabdomiolizës apo si dhe shkatrimit të muskujve, pastaj hemoglobinurin siç janë rastet e hemolizës, si dhe mund kemi përdorimin e NSAID-ve, por edhe të kemoterapeutikëve siç është shembull rasti i cisplatinës. Në kuadër të shkaktarëve të insuficiencës intrinzike, përpos sëmundjeve tubulare, kemi edhe sëmundje glomerulare, siç është glomerulonefriti akut, pastaj sindroma Goodpasture. Tutje mund të kemi sëmundjet vaskulare, siç është okluzioni i arterës renale, por edhe ato intersticiale, siç është nefriti intersticial alergjik. Kurrimi tek manifestimet klinike, edhe këtu mund të kemi edem, por gjetjet laboratorike do të thonë janë të kundërta me atë për renalin, për arsye se këtu kemi një ulje të raportit ure-kreatinin. Megjithatë duhet ceket që kreatinina dhe urea prap janë të larta tek këta pacient, megjithse pra raporti është i ulur, raporti mes tyre dyjave. Tutje kemi ulje të raportit urin-plazëm të kreatininës. Më pas kemi një ulje të osmolalitetit të urinës më pak se 350 mg/osmol për kilogram ujë, ndërsa kemi rritje të natriumit në urinë, si dhe rritje të ekskretimit fraksional të natriumit pra FeNa. Edhe flasim shkurt pak për insuficiencën postrenale, llojin e tretë, që është thamë edhe lloji më i rrallë. Kjo shkaktohet nga obstruksioni i cili do segmentet të traktit urinar, çon në rritje të presionit tubular, që rrjedhimisht çon në një ulje të filtrimit glomerular. Do thotë qarkullimi me gjak, furnizimi me gjak, si dhe parenkima renale janë normale këtu, dhe vlen të cekët që duhet të kemi obstruksion në të dy veshkët në mënyrë që të kemi rritje të kreatininës tek këta pacient. Është reversibile nëse do të thotë obstruksioni hapet përpara se të dëmtohet veshka, ndërsa nëse ky obstruksion vazhdon mund të çojë në nekrozë akute tubulare. Sa i përket shkaktarëve të insuficiencës postrenale, më i shpeshti që vlen të përmendet është obstruksioni uretral nga hiperplazia benigne e prostatës, pastaj obstruksioni neoplazik nga kanceret të ndryshëm siç janë kanceret e cerviksit, të fshikës e të tjerë, por edhe rastet e nefrolitiazës e kështu me radhë. Flasim tash pak për diagnostikën e insuficiencës akute renale, po i përmendi 8 metodat kryesore diagnostike. Së pari kemi testimet e gjakut, ku maten nivelet e urezë dhe kreatininës, të cilat zakonisht janë të larta. Më pas bëhet matja e elektrolitëve në serum, sidomos natriumit, kaliumit, kalciumit, fosfateve, por edhe matja e niveleve të albuminave. Tutje mund të bëhet do të thotë ekzaminimi mikroskopik i sedimentit të urinës, ku në bazë të gjetjeve kemi edhe interpretime të ndryshme. Për shembull, nëse kemi gjetje të trupave hialen mendohet në shkaktar prerenal të insuficiencës. Nëse kemi gjetje të trupave eritrocitar mendohet në glomerulonefrit. Nëse kemi gjetje të trupave leukocitar mendohet në inflamacion të parenkimës, si nëse kemi gjetje të trupave yndyror mendohet në sindrom nefrotike.
Tutje mund të bëhen edhe analizat kimike të urinës, ku maten nivelet e natriumit, kreatininës, si dhe matet osmolaliteti i urinës. Pastaj mund të bëhet edhe urinikultura si dhe antibiogrami kur dyshohet për infeksione. Mund të bëhet edhe ultrazëri i veshkës, do të vlerësohet madhësia e saj, si dhe vlerësohet mundësia, apo në fakt përjashtohet mundësia e shkaktarëve postrenal. Kur jemi tek përjashtimet, zakonisht kur vlerësohet pacienti për insuficiencë akute renale, tentohet të përjashtohen shkaktarët postrenal dhe prerenal fillimisht, e më pas të vlerësohet për shkaktar të mundshëm intrinsik apo renal. Përpos ultrazërit të veshkës mund të bëhet edhe CT-ja e pjesës abdomenit edhe pelvisit, pastaj mund të bëhet biopsia renale, sidomos kur dyshohet për glomerulonefrit akut apo për nefrit intersticial alergjik, si dhe mund të bëhet arteriografia renale, do të thotë kur dyshohet për okluzion të arterjes renale. Përpara se me fol pak për trajtimin, po flasim pak për komplikimet fillimisht, ku vlen të përmendet do të thotë shtimi i vëllimit të langjeve ekstracelulare, që mund të çojë në një edem pulmonare dhe zakonisht trajtohet me diuretik, sidomos me furosemid. Më pas kemi ndryshimet metabolike, ku vlen përmendet fillimisht hiperkalemia, do të thotë për shkak të ekskretimit të ulur të kaliumit, po ndalna pak fillimisht këto dyja, do të thotë edema pulmonare që vije si rezultat i shtimit të langjeve ekstracelulare, si dhe hiperkalemia, që mund të rezultojë në një arrest kardiak, pra hiperkalemik, janë dy komplikimet më të rrezikshme që i kemi nga insuficienca akute renale. Tutje në kuadër të komplikimeve metabolike vlen të përmendet acidoza, do të thotë acidoza metabolike për arsye të ekskretimit të ulur të ioneve të hidrogjenit. Më pas kemi hiponatremin, hipokalcemin, sidomos kjo mund të rezultojë në avitaminozë D, pra mungesa e vitaminës D, pastaj mund të kemi hiperfosfatemin dhe hiperuricemin. Në kuadër të komplikimeve po i përmendi që mund të hasim edhe në infeksione të shpeshta, infeksionet dihet se kanë do të shkaktar multifaktorial, po një prej tyre mund të jetë edhe vetë uremia, e cila e ul do të thotë nivelin e punës së sistemit imunitar. Dhe po flasim pak shkurt për fund për trajtimin e insuficiencës akute renale. Fillimisht mirën masat të përgjithshme, do të thotë shmangen agentët që e ulin qarkullimin renal, siç thamë që janë për shembull NSAID që shkaktojnë një vazokonstriksion të arteriolës aferente, pastaj shmangen agentët nefrotoksik siç janë aminoglukozidet, si dhe agentët radiokontrastit. Tutje bëhen korrigjimi i disbalanceve të elektrolitëve, i disbalancit të fluideve, pastaj i outputit kardiak apo punës së zemrës. Mundohemi do të që ta stabilizojmë pacientin, sidomos shtypjen e gjakut. Më pas mundohemi që të trajtojmë shkaktarin mbytësor, sidomos nëse kemi të bëjmë me shkaktar prerenal. Pastaj nëse pacienti është për shembull oligurik, zakonisht trajtohet me furosemid apo me diuretik. Nëse pacienti fillon të ketë shaja, do të thotë simptomatologji të uremis, acidemis dhe hiperkalemis, atëherë zakonisht pacientët futen në dializë. Por edhe në rastet kur kemi për shembull dyshime për shkaktar postrenal, atëherë zakonisht bëhet kateterizimi i fshikëzës urinare për të bërë një dekompresim të traktit urinar.